Pas publikimit të listave të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, reagimi më i jashtër erdhi nga Dashnor Sula, i cili refuzoi të kandidojë në listën e hapur dhe u largua nga PD për t'u bashkuar koalicionit udhëhequr nga Adriatik Lapaj. Deputeti Sula akuzoi Berishën se shkeli statutin dhe nuk respektoi votën e demokratëve. Zoti Berisha nisi të gjithë aksionet e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka. Tani unë nuk mund të lejoj, po përdor termin, të përdonohem. Kam sakrifikuar për të parti, jetën në kuptimi, familjen time, për gjithçka. Jorita Tabaku është një prej deputetëve që ka pranuar të garojë në listën e hapur në 11 maj. A mendoj unë që e meritoja të isha në listën e mbyllur. Me shumë modesti them që e meritoja, se besoj që jam një figurë përfaqësuese e qytetit Tiranës. Po çfarë mendoj për këtë betejë? Juve më njihni ne bashkë, jemi parë në Partinë Demokratike për vite me radhë dhe e dini që me këtë mënyrën time, ndoshta me pak ngadalë, me qetësi, jo me shumë zhurmë më të bërtitura, unë i kam fituar gjitha betejat në Partinë Demokratike. I kam fituar gjitha betejat në parlament, do ta fitoj dhe këtë betejë për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh. Në skenën politike është rikthyer edhe Monika Kryemati, e cila u ka bërë apel miqve të afërmve të saj të votojnë Ilir Metën, i cili gjithashtu garon në listën e hapur në qarkun e Tiranës. Unë shumë e mendshme nuk jam, po dhe budallaqe nuk jam. Kështu që bëra llogarit që Ilir Metës i duhen mbi 30.000 vota për të dalë deputet, për të garantuar vendet e 2 deputetëve që kanë hyrë në listë të mbyllur. Kështu që ju bëj thirrje të gjithë miqve të mi, familjarëve të mi, shokëve të mi, ata që kanë besuar kjo dhe që besojnë kjo unë, të shkojnë dhe të votojnë presidentin e Partisë Lirisë në listë hapur. 2 aleatët e Partisë Demokratike, Ilir Meta e Shpëtimi Idrisi, kanë vendosur të garojnë në pjesën e hapur të listës në qarkun e Tiranës në 11 maj.